Nëse këshyrim tash në kohën tonë pra bashkore, që qysh muj me vrejtë dhe me analizu, është një lloj një farë krize identitare, dhe është një qërientimi përgjithshëm. E kjo, do në gjathat më të maj, ka që është prej një mendësie materialiste, pra paka shumë që gjithë çka duhet me kuantifiku, me llogarit, me pare, me u numru. Pra. Nëse nuk numrohet, atëherë s'ka vlerë. E kjo është shumë problematike, me qenë se gjërat më të shtrenjta jo nuk janë të mbrëmshme. Nëse dojmë u kthy në bazë, nëse dojmë me kon rahat, nëse dojmë me kon me çmetro tamam, atëherë duhesh me kthy në bazën tonë dhe që është pra Islami apo lidhja me Zotin. Pastaj këto vlerat të cilat i imponon koha, sot është vlerat neoliberale për shembull, të cilat i fryn shumë hapjes gjithçkahit, apo secilën vlerë me konsideru fluide. E pa kufizuar. Edhe e pa kontrolluar, do të thënë edhe e pa menaxhuar. Pra që është pastaj problematik në vete, po nuk do më u fut në ato, po thjesht po do të them që kur t'jen këtë presion, pra një rrethanave të tilla, veçantë na ku jetojmë këtu, pra padyshim që ty duhet më kthy në bazë. E baza është pra lidhja me Zotin, edhe vlera tjera të cilat me një kohë quajmë vlerë, në kohën tjetër quhet pastaj antivlerë, nuk duhet me kthy kohën shumë te këta, po duhet me kthy në boshtë. Në boshtë nëse kthehemi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne mundohemi për kufizu shtyllat kryesore të identitetit të tij që e ka paraqit, e që duhet më kon model për neve, e shohim që ka besimin të parën. E dytën e ka drejtësinë, tretën e ka ndershmërinë, edhe të katërtën e ka modestinë apo thjeshtësinë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë gjithë jetës tij asnjëherë nuk ka treguar ndonjë mangësinë besim. Gjithashtu u kon i drejt edhe me kundërshtarin më të ashur, më të madh, edhe me kundërshtarin më të padrejt. Pra gjithmonë e ka trajtuar me drejtësi. Në jetën ku e shohim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u kon i ndarshëm, se kena përshëndim vetëm pjesën morale sepse është e padiskutueshme. Po edhe ndershmëria në kuptimin e besnikërisë. Ndershmëria që përmende në një libër shkollor, përmendet çka është ndershmëria. Ndershmëria është kur njeriu me çdo veprim e synon të vërtetën. Po. E kjo ka qenë pjesë e pejgamberit, e jetës modelit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sinonimi. Sinonimi ndershmërisë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që është shujt. El Amin edhe As-Sadiq, po. Pra nëse shohim pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i drejt, besnik, po gjithashtu edhe dikush që nuk e ka traptu. Gjithashtu nëse marrim edhe aspektin e modestisë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë pejgamberi i Zotit. E ke pa dhe më thënë situata ndryshme, kur ka jetu një jetë thjesht, modeste, pa pretendu asgjë që lidhet me të mirët e kësaj bote.